biologjike? Nothing. Kur? Pas sa kohësh që ti e morë vesh të vërtetën? Përpara 2 vjetësh, diçka e tillë. Si ishte momenti i takimit me të, e kujton? E kujtoj, po jo me ndonjë ndjesi. S'kisha unë asnjë lloj emocioni, asnjë lloj gjëje. Thjesht e takova, edhe kaq, si një person i huaj që ti se njeh. Normalisht që ngjaja shumë. Por I ngjan fizikisht? Nuk e njeh. Po, por kur nuk e njeh, e keni parasysh ajo ndjesia. Si të njohësh një njeri, si të vi t'ju takoj juve, për shembull, që nuk ju kam parë ndonjëherë, t'ju jap dorën, këtë lloj ndjesie. Por reagimi në nënës biologjike si ishte? Patjetër që ajo përpoq të më përqafonte, sigurisht, normal që unë se lash, por që kështu ka qenë. Kam përshtypjen që ju e zhvilluat një bisedë. E pyetën ndonjëherë pse? Pse të la? Jo bisedë, u zhvillua një hetim nga ana ime, sepse ishin ato pyetjet që normalisht ti nuk di asgjë dhe fillon pastaj bën një interrogatorio për çdo lloj gjëje. Po jam përpjekur ta bëj këtë gjë në kohë të shtrirë në kohë, vetëm për faktin për të mësuar gjëra, por edhe për të shikoni Gota, ka një gjë, këta persona që bëjnë veprime të tilla kanë tendencën që të gënjejnë. Sepse ti bën një pyetje dhe ajo të sill versione të ndryshme në kohë të ndryshme. Edhe kjo të bën të kuptosh që gjithmonë lëm për të dëshiruar përgjigjet. Ti nuk merr kurrë një përgjigje fikse, sepse secili në kohë do që të mbuloj gjëra të tyre. Kështu që unë di një të vërtet tjetër, po që mos jetë plot dhe ajo. Po, pra, nëna jote biologjike të ka sjell disa variante të arsyeve pse ajo të braktisi. Ti vetë çfarë beson edhe të paktën nga hetimi që i ke bërë asaj edhe gjithë situatave, dokumentave, çfarë ke kuptuar? Pse nëna jote të ka lënë 10 ditë në maternitet? Asgjë, nuk unë di vetëm një gjë që nuk i besoj asnjë gjëje. Besoj vetëm faktin që ka lënë, faktin që është real, do të thënë faktin real. Po që arsyet janë të ndryshme në çdo rast. Kështu që normalisht që ti stepesh për t'i besuar. Sepse secili do të justifikojë zgjedhjet që bën. Kështu që kaq. Nuk është se jam marrë shumë për këtë pjesë. Përmendej që ke edhe një motor një vit më të madhe se ty, po me atë çfarë ka ndodhur? Po, edhe atë kam braktisur në moshën 8 vjeçare. Me justifikimin që do t'i bëjmë dokumentat për jashtë shtetit në mënyrë që ajo të kishte një të ardhme të sigurt dhe ajo lavdi Zotit pati një të ardhme të sigurt sepse rriti një familje shumë e mirë atje dhe sot është dhe ajo një avokate natë. Por personi humbi dhe humbi shumë fish në këtë rast. Nëna jote thua? Po. Çfarë ka ndodhur në raportin me motrën dhe me nënën biologjike? Në dienin time nuk kanë raporte me njëra tjetrën. Se di arsyen, kjo thot tjera arsye, po nuk kam pyetur, nuk kam kontakt që të pyes anën tjetër të medaljes. Nuk e kontaktuar dot me motrën tënde biologjike? Jo, ajo ka preferuar që mos ketë kontakt me të shkuarën. Ka ardhur keq ty për këtë fakt? Do kishe dashur ta kishe takuar, njohur? Mirë do ishte, sepse njerëz jemi, mirë do ishte që njerëzit bëhen me njëri tjetrin, po përderisa është zgjedhja e saj, nuk imponohesh dot njerëzve, kështu që. Zgjedhjet e tyre. Mua më vjen mirë, qoftë mirë, dhe kaq. Megjithatë ti ke treguar në letër që ke edhe një vëlla. Po, me një person tjetër. Nga nëna biologjike. Po ngjajmë shumë në fakt, dhe është një njeri i mrekullueshëm. Me ato kam kontakt, po. Si ka qenë përballja me vllajin? Kishe ai dieni për ekzistencën tënde? Shumë mirë. Mund ndihem mirë kur kam një më të vogël kështu, se jam i çik natyrë dashur. Edhe më vjen mirë, të them të drejtën, më vjen shumë mirë. Kishte dieni vllai jot për ekzistencën tënde? Jo, nuk kishte. Si e përjetoi ai? Dhe ati është një gënjeshtër. Dhe ati është një gënjeshtër e madhe. Dhe akoma ai e di gënjeshtër atë gjë. Mund ja them në një moment, po. Po çfarë? Edhe ai, domethënë është ajo që ju thash, që gjithmonë një person do vazhdoj gënjeshtrën në jetën e jetëve derisa të mbuloj gjërat e vet. Pra, na jeta me sa po kuptoj, nëna jote biologjike ka sjellë në jetë 3 fëmijë
motrën e madhe ty dhe më pas vllajin, dhe të gjithë me baballar të ndryshëm? Nuk e di këtë pjesë. Nuk e di. Sepse këtë dua dhon të zbuloj. Po. Dy i di që janë të ndryshëm, po timi nuk e di, të them drejtën. Nuk e arritur të shkosh deri tek gjurmët e babait tënd, ke mësuar të paktën nga dokumentat se kush është ai? Nuk figurojnë. Po nëna nuk ta tregon? Nëna biologjike? Jo, ajo mbetet me teorinë që është i njëjti me të fëmijës së parë, po unë e vën dyshim sepse e kam pyetur disa herë për këtë gjë dhe disa herë më ka dhënë opsione të ndryshme, kështu që nuk e marr me rezervë këtë gjë, domethënë. Do kishe dashur? Jam se ta marr me rezervë. Të kuptoj. Do kishe dashur ta njihje babain tënd biologjik? Jo, s'kam interes. Nuk e. Gjithmonë nëna besoj është ajo baza. Nuk kam interes. Çfarë raporti ke sot me nënën tënde biologjike? Një raport normal, si të thuash, si një shoqe që e njeh për pak kohësh. Thjesht pyet si jeni, çfarë bën, meqense unë jam bërë dhe me fëmijë, çfarë bën nipi, çfarë bën këto, tenton të sjellë ndonjë dhuratë, ndonjë gjë, po jeta dhe nuk blihen gjërat me dhurata në jetë. Dhe dashuria nuk blihet, po fitohet. Kështu që kështu. Ja ke thënë ndonjëherë asaj hapur këtë që mendon? Këtë që sapo thon? Patjetër, po. Të gjitha. Preket? Si reagon? Të gjitha, madje jo, kam përshtypjen që ndoshta edhe preket, po nuk më lë këtë gjë nuk më jep këtë gjë, domethënë që ta shikoj që preket. Më duket sikur si bën përshtypje. Edhe unë besoj që si bën përshtypje. Sepse një njeri që do kishte seder do bënte gjëra të tilla, ose do ndihesh humile, e përulur në këtë drejtim. Ndërkohë që kemi një sjellje kështu, tip arrogante, tip që ka bërë jetë bukur. Keni parasysh? Ta tregon ajo ty këtë gjë? Po, këtë më reflekton. Nuk më jep asnjë lloj feedbacku dhe prandaj nuk ndjej unë në një keqardhje apo që ta justifikoj në jetë, apo të them, po, ti ke pas të drejtë. Nuk e bëj dot këtë gjë sepse nuk më jep atë feedbackun që është e penduar, si thua, për veprimet që ka bërë. Më duket sikur i ka pasur zgjedhje të momentit që e kanë lehtësuar. Po me nënën që të rriti? Sot çfarë marrëdhënie kena Jada? Patjetër unë me atë jetoj, sepse babai, siç e the ti, më ka lënë kur isha 10 vjeç. Ishte disha kanceri, po unë u rrita vetëm me mamën, me atë kam denjur, me atë jetoj akoma sot e kësaj dite. Kujdesem, sigurisht, sepse minimumi që mund t'i dhurohesh për kujdesje. Jam shumë mirë, jam shumë e lumtur, tani jam bërë dhe 9 vjet dhe është kënaqësi shumë e madhe. Unë jam shumë mirënjohëse, sepse jo vetëm më rritëm, por dhe më edukuan shumë mirë. Dy prindër që unë paralelisht fillova të mësoja klasën e parë dhe nga ana tjetër filloja italishten, sepse babi im, për babain tim, ishte shumë e rëndësishme që unë të isha e formuar dhe të kisha sa më shumë dije. Nga që i shkreti ishte i përndjekur politik dhe kishte qenë i përndjekur në moshën më të bukur në rininë e tij, gjithatë dëshirën e madhe për arsim, për jetë e projektonte tek unë. Më merrte libra, më thoshte që lexo një faqe, 2 faqe ditë për ditë, pastaj të dalësh të luash me shoqet. Me thënë, vërtet unë kemi jetuar 10 vite të jetës me ato, po ato 10 vite kanë qenë sa për 100 vjet. Domethënë, kanë qenë shumë plotësuese. Kështu që unë për mua ata janë shëmbullim, ata janë prindrit e mi, të cilët jam mirënjohëse gjithë ditët e jetës time. Kështu që nuk ndryshon asgjë, përkundrazi, reflektoj edhe më shumë, jam edhe më shumë mirënjohëse. Për sa i përket dashurisë, e ke ndjerë që je dashur prej tyre, të kanë përkëdhelur? Po, absolutisht. Dritë e syve. E ke marrë këtë dashuri në të gjithë rrethin familjar? Po. 100%. Dhe unë këtë doja ta kishin si mesazh më tepër, sepse nuk jam rasti vetëm. Në atë periudhë kam vënë re që ka raste të jashtëzakonshme në Shqipëri. Edhe pavarësisht se jeta mund t'i ketë marrë ndryshe njerëzve të ndryshëm, gjithë secilit, po mesazhi im është që doja të jepja është që pavarësisht kësaj, njerëzit duhet ta shikojnë në perspektivë pozitive, sepse unë mendoj që Perëndia na ka bërë një nder duke na hequr nga një e keqe dhe më e madhe. Sepse të ishim me këta prindër, kush e di ku do kishin përfunduar. Unë mendoj që është
është bekim shumë i madh që të paktën unë për veten time që u rrita nga këta prindër. I kam thënë vetëm ditën që e takova unë të falenderoj vetëm për një gjë që më solli në jetë, sepse kishte zgjidhje tjetër që mund të më kishte abortuar. Për këtë të falenderoj, por pastaj të falenderoj edhe më shumë që më ke lënë, sepse jam rritur nga njerëz për cilët ti as nuk do ishe e denjë të më rrisin në atë lloj forme. Unë ndje keq kur ja tha? Jo, nuk e di. Nuk e di, mua më duket kështu, nuk e di, nuk besoj se është ndjer keq. Jona, si të duket qasja e Najadës? Najada Atë histori. vërteton atë që nën nuk është ajo që të lind, por ajo që kujdeset dhe të ka ofruar sigurinë Pikërisht. dhe normalisht të dashurinë bashkë me të tjera, dhe në fakt këtë e vërteton edhe teoritë e shumë të hershme të psikologjisë që lidhen me periudhën e atashimit, pra kur fëmia lind dhe se si e ndërton marrëdhënien me një, le themi, kujdestar, që mund të jetë kushdo, e thamë edhe në rast më përparshëm, në terapi njoh shumë njerëz që janë rritur nga gjysha dhe gjyshër dhe më të rëndësishëm i quajnë ata sa vetë prindrit, sepse janë rritur prej tyre, pra kanë qenë gjyshja apo gjyshi që i ka ofruar pjesën e sigurisë, një që një fëmijë e ka shumë të nevojshme. Ne s'mundemi dot ta mendojmë, por unë të bëj një krahasim, është aq e nevojshme sa ushqimi. Po nuk ishte fëmia i sigurt, edhe ushimin kur e han me trembje dhe normalisht nuk e bën atë pjesën tretjes shumë të mirë. Kështu që kaq e rëndësishme është pjesa e të qenit i sigurt dhe i mbrojtur, që një prind duhet të jetë i aftë ta bëj. Do të thënë duhet ta ketë aftësinë. Dhe nëse ti e merr përgjegjësinë për të bërë prind, duhet ta kesh, pra duhet ta zhvillosh nëse nuk e zotron. Prandaj këtë zbuloj dhe këtë më lë të kuptoj dhe historia e Najadës që prindi, i cili e ka adoptuar, ja ka ofruar këtë gjë dhe për këtë ajo nuk e ndjen nevojshme. Gjetjen e origjinës në mënyrë të më të thelluar ose të zbulimit të arsyeve apo të justifikimeve që zakonisht ndodh me fëmijët, ne kemi vënë re shumë në këtë emision, se ne i justifikojmë prindrit. Ajo nuk ka të pyetjet ekzistenciale që zakonisht ka një fëmijë i rritur me këto mendime. Ka ato mbushjet e veta aq të mira dhe aq të plotësuara sa nuk e ndjen të nevojshme për të shkuar më tutje në zbulime të tjera, dhe shikoj që edhe pjesën e gënjeshtrave që ajo ka zbuluar nuk i kushtojnë shumë në aspekt emocional, nuk i rëndojnë tepër, të paktën kështu e përçon. Me që përmende gënjeshtrën, si gjykon? Është më e shëndetshme që një fëmijë t'i thuhet kjo e vërtet, apo të mos t'i thuhet fakti që ai është një fëmijë adoptuar? Po, ne prekëm edhe pak më përpara që është më rëndësishme që fëmia ta di, është më mirë përballet me një të vërtetë, sepse në këtë mënyrë ai fillon të ta përshtas, do të vërtet brenda konstruktit të tij, të edhe të mëvonshëm. Pra, ne e fshehim, ne mendojmë se i bëjmë mirë një fëmie, që t'ja fshehim disa të vërteta, por kjo është një vërtetë shumë e rëndësishme për të. Që ta vonë do ta zbuloj dhe do jetë shumë e dëmshme momentin kur ta kuptoj që është rritur mbi një gënjeshtër. Kështu që është më mirë ta përballni fëmijën me një të vërtetë që mund të jetë edhe kjo. Që ne jemi prindrit e tu, jo biologjik, por duam të të rrisim, ose kemi dashur të të rrisim. Kemi bërë të zgjedhje për shumë arsye që ndoshta mund t'i jepet liri fëmijës, të ulumtoj, të zbuloj kur të jetë momenti. Sepse një prirje jone për të shkuar tek origjina është prirje natyrshme, ne të gjithë duam të dimë nga vim, nëse kjo gjë nuk ka qenë e qartë që në fillim. Kështu që duhet të respektoj dhe kjo pjesë, sepse fakti që një fëmijë vendos të hulumtojë mbi këtë pjesë nuk do të thotë që po i braktis familjen që ka tashmë, e ka rritur. Është thjesht një nevojë e fëmijës ose kujdo prej nesh të shkojë në këto vende për gjetur përgjigje të pyetjeve që ka. Po fakti që Najada nuk e ka përballur nënën që e ka rritur, e shikon si një akt dashurie apo si një sjellje shmangës? Mund të jenë të dyja këto, mund të jenë edhe dashuri sepse kërkon ta mbrojë nga një stres tjetër, domethënë që mos e ballafaqoj, por edhe shmangëse mund të jetë dhe kjo, ndoshta edhe Najada mund na e thotë, por të dyja bëjnë për të ruajtur atë rehatinë e krijuar, në atë harmoninë e krijuar në familje, sepse futja e gjërave të reja, siç është kjo situatë, patjetër që ndikon tek marrëdhëniet e ndërtuara prej kaq shumë kohë. Kështu që mund të jetë një zgjedhje ndonjëherë e zgjuar, ndonjëherë duke e lënë atë veten tonë, duke vuajtur me ato pikpyetje që kemi,
por për të dashur për të mbrojtur atë që është tashmë aty, domethënë e kanë krijuar dhe nuk do që ta preki. Në tërësi si do ta vlerësoje sjelljen e Najadës dhe mënyrën se si Najada e ka menaxhuar historinë e saj, të vërtetin që e ka përballur? Najada me sa kuptova, ka kaluar dhe një pjesë të pjekurisë emocionale dhe një pjekurie profesionale, domethënë janë bërë bashkë shumë element të saj, pra do të them zhvillim profesional, të cilat kanë ndikuar edhe tek mënyra se si ajo ka vepruar me këtë histori. Pra nuk ka qenë vetëm fakti që është rritur me dashuri, por është dhe një pjesë e saja që e ka ndërtuar vetë, jashtë familjes, me motivet e veta, të brendshme të jashtme, të cilat kanë ndikuar dhe si e menaxhon një situatë të tillë. Ka për shembull njerëz që mund të futen në panik të madh, një e vërtetë e tillë mund t'i trondis shumë herë më shumë se sa çfarë e ndodhur me Najadën dhe të prish kështu edhe atë që siç po thonim është ndërtuar. Pra mund të bëjnë kaq primare gjetja këtyre arsyeve, mllefet që mund të akumulohen ndaj familjes tjetër, sa mund të ndikojë drejt për drejt edhe tek familja që ato kanë. Kështu që në mënyrë se si po e ka menaxhuar dhe na rrëfen, mendoj se është diçka e shëndetshme, por kjo dhe fal mënyrës se si ajo është. Po, ka të bëjë shumë edhe mënyra se si Najada është. Najada, çfarë do na thuash në përmbyllje, pas rrëfimit që solle, por edhe duke ndjekur analizën që të bëri Jonarda? Po, është e vërtetë kjo që thotë vajza, Jonarda. Faleminderit. Në rastin konkret për të kthyer pak shmangjes, në rastin tim nuk është shmangje, po thjesht është për kujdesje sepse duke menduar që nëna ime aktualisht është 83 vjeçe, një gjë e tillë mund t'i shkaktojë një dëm të pakthyeshëm dhe pse t'i shkaktoj një gjë të tillë kur mund të vazhdoj ta dua dyfish më shumë. Unë mendoj që mbi të gjitha duhet të mbizotroj dashuria, pavarësisht rrethanave që mund të ketë apo justifikimeve që mund të thonë dhe prindrit biologjik apo ku diun se çfarë, baza është që të duam ata që na arritën, që janë pasqyra jonë sot, edhe të vlerësojmë për aq sa ata që na lanë kanë bërë. Duke e parë me pozitivitet dhe duke qenë në paqe me veten se jeta vazhdon, edhe kjo jetë do jetuar si të vijë. Najada, faleminderit. Faleminderit për rrëfimin dhe faleminderit për pozitivitetin që solle edhe në mbyllje të bisedës. Faleminderit dhe juve gjithë të mirat. Faleminderit.